Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Me 7 vota pro, Klodian Braho zgjitet drejtuesi i ri prokurorisë së posaçme, premton betejë më të ashpër të SPAK-ut ndaj krimit dhe korrupsionit. Kryeministri Rama, Ambasada Amerikane dhe ajo e Bashkimit Evropian urojnë Klodian Brahon për detyrën e re, vlerësim maksimal për punën e Altin Dumanit. Ish-ministri Mjedisit Lefter Koka lirohet nga burgu. Masa e sigurisë shuhet pas tejkalimit të afateve të paraburgimit për inceneratorin e Fierit. Dhoma amerikane kundërshton nismën e qeverisë për paqen fiskale, cënon konkurrencën e ndershmërinë dhe i hap rrugë legalizimit të parave që vijnë nga krimi. Vijojmë gjërësisht me lajmet. Me 7 vota pro, Këshilli i Lartë i Prokurorisë zgjodhi këtë të njëjtë Klodian Brahon si drejtuesin e ri të prokurorisë së posaçme. Në prezantimin e platformës së tij, Braho deklaroi se do ta udhëhej SPAK-un drejt një faze të re pjekurie për ta konsoliduar e për të arritur pavarësinë. Braho premtoi rezultate të mëtejshme në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta. Këshilli vendosi zgjedhjen e prokuror Klodian Braho në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Klodian Braho është krye prokurori i ri SPAK. Ai do të drejtojë strukturën e posaçme antikorrupsion për 3 vitet e ardhshme deri në 2028, vit kur shënon edhe përfundimin e mandatit të tij si prokuror i posaçëm. Platforma e tij bindi 7 anëtar të qeverisë së prokurorëve përkundër 11 që janë në total. Si pikë të fortë do përmend faktin që kam eksperiencë të gjatë në hetimet e veprave penale lidhur me korrupsionin. Por kam që nga viti 2012 që jam marrë kryesisht vetëm për vepra penale lidhur me korrupsionin. Ne edhe kemi ndjerë presione herë direkt, herë indirekt, herë publik, herë jo publik. Ka një rregull që e kanë zbatuar dhe zbatoj. Çdo çështje e vështirë, çdo problematikë e vështirë ka një zgjedhje shumë të thjeshtë. Do zbatosh ligjin. Sepse ajo zgjidhja që i mbetet kohës dhe ajo zgjidhja që nuk do të gabosh. Klodian Braho përjashtoi mundësinë që Shqipëria është një republikë prokurorësh, teksa nënvizoi se prioritare për të është goditja e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nuk e njoh këtë term. Unë nuk vlerësoj se ka në një republikë të prokurorëve në Shqipëri. Ka pasur çështje që kanë shkaktuar efekte, patjetër, por nuk kam menduar që ndonjëherë dhe nuk e mendoj që hetimi i një çështje sjell problem në stabilitetin e vendit. Mendoj që hetimi i çështjes, marrja e vendimarrjes sipas ligjit, gjithmonë sjell të mira për vendin dhe nuk destabilizon vendin. Në qoftë se do kishte një rregullim të tillë ligjor, të shohim ta zbatojmë. Vetë kësaj stabiliteti i vendit nuk komentohet me këshilla apo me mendime. Nëse ka një problem për vendin, lidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Klodian Braho garoi me 3 kolegë të tij, prokurorët e posaçëm Adnan Xholi, Elvin Gokaj dhe Doloreza Musabelliu, e cila është gruaja e parë kandidate për një post të tillë. Edhe ata shpalosën vizionin e tyre. Nuk më ka ndodhur në karrierën time që të guxon në një zyrtar i lartë që të më marrë telefon. Çfarë do lloj pozicioni për ne nuk ka interes. Gjithsecili prej prokurorëve merr përsipër kur futet aty që nuk do të ketë më një jetë siç e ka pasur. Dhe unë këtë gjë e kam marrë parasysh që kur u futa dhe kam vazhduar. Pikat e mia të forta është puna, integriteti dhe mirënjohja ndaj njerëzve që punojnë dhe që derdhin ndjesën për këtë vend. Klodian Braho është krye prokurori i tretë i SPAK pas Arben Krajës dhe Altin Dumanit, por më i votuari se paraardhësit e tij në detyrë. Ai ka një përvojë të gjatë në sistemin e drejtësisë, që nga prokuroria e Beratit e më pas ajo e Vlorës. Braho e ka përfaqësuar akuzën e SPAK në dosjet e nxehta të korrupsionit, ajo e inceneratorit Elbasanit, dosja 5D, Gërdeci, çështja Toyota Yaris që çoi pas hekurave kolegun e tij të dikurshëm Aurel Zarka, por edhe ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Llalla.
Kryeministri Edi Rama në një reagim në rrjetet sociale uroi Klodian Brahon për zgjedhjen e tij në krye të SPAK-ut. Punë të mbar drejtuesi të ri të SPAK, i cili u zgjodh mes 4 kandidatësh për të çuar më tej punën e mandatit të tretë të institucionit. SPAK ka patur, ka dhe do të ketë mbështetjen e palëkundur të shumicës sonë qeverisëse për të përmbushur në pavarësi e kushte optimale misionin e vetë, shprehur kreu i qeverisë. Gjithashtu Rama vlerësoi edhe punën e Altin Dumanit në krye të SPAK. Meriton përgëzime për arritet e pamohueshme, thot kreu i qeverisë në reagimin e tij. Urime për drejtuesin e ri të SPAK e ka bërë edhe presidenti Bajram Begaj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian uruan Klodian Brahon për zgjedhje në krye të SPAK. Në deklarata nënvizohet fakti se ata vijojnë partneritetin të fortë me prokurorinë e posaçme, ndërkohë SBA dhe BE vlerësojnë maksimalisht punën e bërë nga Altin Dumani. Ambasada amerikane ka reaguar pas zgjedhjes së kreut të ri të SPAK, Klodian Braho. Në një deklaratë në rrjetet sociale, ambasada shprehet se pret me padurim të vazhdojë partneritetin me SPAK dhe Braho në krye të tij. Ambasada vlerësoi gjithashtu edhe punën e Altin Dumanit. Shtetet e Bashkuara përgëzojnë Altin Dumani për shërbimin e tij të pashembullt si kryeprokuror i SPAK. Integrimi dhe guximi i tij në mbajtjen e kriminalëve përgjegjës kanë forcuar bashkëpunimin mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, duke na bërë më të sigurt nga kërcënimi i krimit ndërkombëtar dhe trafikut të drogës. Ne presim me kënaqësi të vazhdojmë partneritetin ton të fortë me kryeprokurorin e ri të posaçëm Klodian Braho në rolin e tij të ri në krye të SPAK. Procesi i zgjedhjes së kreut të ri të SPAK u ndoq nga afër nga ndërkombëtarët që prej nisjes së tij. Pas zgjedhjes së Brahos, Silvio Gonzato tha se një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian ishte një kandidat me nivele të larta integriteti e pavarësia. Së pari kemi ardhur për të treguar mbështetjen tonë për KLP-n në këtë detyrë të saj dhe gjithashtu për të treguar interesin tonë në procedurën e emërimit. Kjo është për arsye se SPAK luan një rol thelbësor në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe ju e dini që kjo është një nga kërkesat kyçe për antarësimin e Shqipërisë në BE. Ne dje tham që ajo që kërkohej ishte një krej i SPAK-ut që të vijojë punën e tij. Dhe tham që ajo që ne kërkonim ishte një kandidat që të kishte shumë nivele të larta pavarësie, integriteti, rezistencë në punë, pra standarde që kanë të bëjnë me parafrimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Gonzato theksoi se Bashkimi Evropian do të jetë në mbështetje të punës së drejtuesit të ri të SPAK. Dhe tashmë më lejoni që të përgëzoj zotin Braho në detyrën e tij të re dhe me këshëri mirëpresim bashkëpunimin me të muajt dhe vitet në vijim. Prokuroria e posaçme është një institucion i cili që nga krijimi ka bashkëpunuar ngushtë me partnerët ndërkombëtar, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çështja e avokatit të popullit shkaktoi debate të forta në seancën parlamentare. Sali Berisha deklaroi se procesi duhet ndërprer pasi Partia Demokratike ka tërhequr firmat për të gjithë kandidatët, por socialistët vunë duke faktin se të 6 emrat në garë janë mbështetur nga opozita. Por më shumë se 3 orë parlamenti u përfshin debate për avokatin e ri të popullit. Partia Demokratike kërkoi të njihet vendimi i saj për të tërhequr mbështetjen për të 6 kandidatët e çështja e avokatit të popullit gjyqet nga rendi i ditës. Mes 6 kandidatëve ish kryetari i partisë Nisma Thuri, Endri Shabani, është kandidati i vetëm për të cilin Partia Demokratike është kundër. Kryetari i PD Sali Berisha solli në vëmendje se tërheqja e firmave është bërë në përputhje me vendimin e Komisionit të Ligjeve, duke theksuar se opozita nuk do ta pranojë asnjëherë Endri Shabani si avokatin e popullit. Komisioni i ligjeve vendosi që nuk mund të ketë më shumë se një të drejtë për një kandidat çdo deputet. Ne në respekt të saj ne tërhoqim votat. Dhe ju vazhdoni tani, pse vazhdoni? Sepse ju e dini që Lepu i Surreli s'merr dot asnjë firmë. Jo, nuk i merr dot. Por Partia Socialiste deklaroi se tërheqja e firmave nuk pranohet e të 6 kandidatët, përfshi Endri Shabanin, ka marrë vetëm mbështetjen e opozitës pasi deputetët socialistë nuk kanë firmosur për asnjë kandidat. Kryetari i grupit parlamentar i autorizuar nga kjo majorancë doli dhe tha: "Në 26 emra mlidhni firmat për këtë doni se ne nuk do të mbështesim asnjë kandidat me firmë." Çfarë doni ju tani? Konsensusi arrihet me firmë dhe me vot. Me firmë u adham ju, me vot është sot. Tani, ju thoni, jo, jemi tërhequr, ne se jemi bërë pishman, se nuk e votojmë
në këtë listë lepurin e Surelit. Më falni, unë në këtë listë nuk di kush është as lepuri i Surelit, as u i Kucërikut. Seanca u shoqërua me debatet forta, por edhe me fyerje u ndërpret disa herë. Ti flet për Lepuj, unë do flas për Zagar, po i hyt kësaj pune. Pra, tani, ju that, po, patjetër. Ky zotëria duhet dali për jashtë, unë e ndërpres fjalën derisa të nxirrni për jashtë zotërinë. Por majoranca vendosi të rrëzojë kërkesën e Partisë Demokratike dhe avokati i ri i popullit do të zgjidhet sot nga parlamenti. Avokati i popullit votohet me 84 vota, por majoranca nuk ka nevojë për mbështetjen e opozitës pasi Partia Socialiste e Partia Social-Demokrate drejtuar nga Tom Doshi së bashku kanë 86 vota. Opozita shprehu rezervat e saj në parlament për paqen fiskale që sipas saj është kritikuar edhe nga Komisioni Evropian. Ndërkohë gjatë diskutimit nen për nen të buxhetit, socialistët tërhoqën vëmendje për të mos lejuar shpenzime të panevojshme. Projekt buxheti viti 2026 së bashku me paketën fiskale që shoqëron janë diskutuar nen për nen në parlament. Gjatë seancës debatet u përqendruan te ndryshimet në paketën fiskale. Deputetja Partisë Demokratike Jorita Tabaku kërkoi që projekt ligji për paqen fiskale të hiqej nga rendi ditës. Jemi njohur sot publikisht me deklaratën e Komisionit Evropian dhe Delegacionit Bashkimit Evropian, të cilët deklarojnë që nuk e kanë dhënë okejn dhe nuk e mbështesin qeverinë shqiptare në iniciativën e marrëveshjes së paqes fiskale. Për këtë arsye kërkoj që kjo pikë rendi të ditës, zonja kryetare, të mos diskutohet, duke qenë se këtu bëhet fjalë edhe për një mashtrim publik nga ana e qeverisë shqiptare. Në vijim të diskutimeve, kryetarja e Komisionit të Ekonomisë Milva Ekonomi dha një panoramë mbi amendamentet e propozuara deri më tani. Ajo theksoi se shumë prej tyre do të rrisin shpenzimet në nivele të pajustifikueshme duke rrezikuar konsolidimin fiskal. Mendime në fakt kërkonin një rritje të shpenzimeve të cilat siç e lexova më lart janë shpenzime të konkluduara për të siguruar konsolidimin fiskal që shkonin në 278.9 miliard lekë që ishte dhe më e madhe se sa 10% e GDP-s e prodhimit të brendshëm bruto, kërkesa që vinte nga deputetët e opozitës. Deputeti socialist Erion Braço fokusohet te ndryshimet që lidhen me PPP dhe koncesionet. Ne kemi patur përvoja shumë të hidhura me transferimin e kontratave. Mjafton t'u them sjell vëmendje faktin që aeroporti i Rinasit në formën e tij origjinale kishte një konsorcium shumë domethënës perëndimor që e zotronte atë kontratë, por derivoi në një konsorcium kinez. Buxheti viti 2026 parashikohet të jetë më i lartë i akorduar ndonjëherë në vlerën e 887 miliard lekëve ose rreth 8.9 miliard euro. Ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka ka lënë përfundimisht qelin. Masa e sigurisë ndaj tij për inceneratorin e Fierit është shuar pas tejkalimit të afateve të paraburgimit. Më herët Lefter Koka është dënuar për inceneratorin e Tiranës dhe të Elbasanit. Lirohet pas 4 vitesh burg ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka. Fjala është për rastin e inceneratorit të Fierit për të cilin ai po mbahej në qeli. Afatet e paraburgimit të tij përfunduan, ndërsa ka shlyer dënimet për 2 inceneratorët e tjerë, të Elbasanit dhe Tiranës. Për impjantin e mbetjeve të Fierit, gjykata e lartë prishi vendimin e apelit për rigjykim në shkallën e parë të çështjes. Sikurse vendosi që në fakt inceneratori të rigjykohet përsërisht në apel të posaçëm. Ndërkaq në prill të këtij viti, gjykata e posaçme shpallfajtori ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka për inceneratorin e Tiranës. Ai u akuzua se shpërdoroi detyrën ndërsa u dënua me 3 vjet burg, që me gjykim të shkurtuar i shkon në 2 vjet hiqje lirie. Togat e zeza gjithashtu i ndaluan një zyrtarit ushtrim të funksioneve publike për 5 vitet e ardhshme. Prokurori posaçëm Dritan Prençi pretendoi se Ministria e Mjedisit ka ruajtur korrespondenca në komunikim me kompaninë e Klodian Zotos që del në dosje si pronar de facto i inceneratorit. Inceneratori i Tiranës është ndarë në 3 fraksione, ku në një të veçantë është dhe varësi ish-ministrit të Mjedisit Alçi Bllako. Ai akuzohet për korrupsion, ndaj gjykata vendosi që të gjykohet i ndarë. Në këtë të fundit, masa arrestit të shuar pasi koha e qëndrimit në paraburgim ka mbuluar të gjithë dënimin. Vendimi i qeverisë për paqen fiskale është kundërshtuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë. Në një deklaratë zyrtare thuhet se nisma favorizon shkelësit e ligjit, dëmton konkurrencën e lirë dhe mundëson legalizimin e parave me burim me aktivitetin kriminal.
Dhoma Amerikane e Tregtisë kundërshton nismën e qeverisë për të fshirë rreth 1 miliard euro detyrime tatimore dhe doganore të papaguara nga bizneset të krijuara më shumë se 10 vjet më parë. Në një deklaratë, dhoma amerikane thotë se paqja fiskale cënon konkurrencën e ndershme dhe e sheh atë si një mundësi për të legalizuar parat me origjinë të dyshimt. Projektligji propozon një skem në të cilën bizneset që kanë deklaruar me korrektësi fitimet ndër vite vendosen në një pozicion të pafavorshëm, ndërsa subjektet që kanë shmangur detyrimet tatimore përfitojnë drejt për drejt. Mungesa e detyrimit për të verifikuar origjinën e fondeve krijon rrezikun që përmes kësaj skeme të legalizohen kapitalet me burim të paqartë ose potencialisht kriminal. Mospërfshirja e mekanizmave të fortë të kontrollit në përputhje me legjislacionin kundër pastrimit të parave dhe përjashtimi audituesve nga përgjegjësitë për diferencat e krijuara e shtojnë rrezikun që kjo nismë të perceptohet si një formë tërthort e amnistisë fiskale. Nga janari, qeveria kërkon të bëjë edhe paqe fiskale me bizneset, duke ju ofruar mundësinë e parapagimit të tatimit, kundrejt mos kontrollit tatimor për 1 vit. Po ashtu bizneset e mëdha që do të lidhin marrëveshjen e paqes fiskale me administratën tatimore, do të mund të rideklarojnë pasqyrat financiare të 5 viteve të fundit, kundrejt tatimit 5%. Kjo për dhomën amerikane nxit shmangje tatimore. Një normë tatimore prej vetëm 5% do të aplikohet në rastin kur fitimi realizuar rritet mbi 18%, si dhe në rastin e rideklarimit të zërave të tjerë financiar. Kjo krijon një hendek të konsiderueshëm ndërmjet normave tatimore të rregullta, 15% për të ardhurat e korporatave dhe 23% për kategoritë të caktuara biznesesh, dhe normës preferenciale të skemës. Ky dallim i madh nuk ka justifikim ekonomik dhe krijon një nxitje të fortë për të gjitha bizneset të lëvizin drejt skemës së paqes fiskale, duke reduktuar ndjeshëm të ardhurat potenciale të buxhetit të shtetit. Në një periudhë ku kërkohet stabilitet fiskal dhe parashikueshmëri, kjo skemë nxit shmangjen tatimore dhe të kurrë bazën ekzistuese tatimore. Për më tepër, duke patur parasysh se mbi 90% e tatim paguesve aktualisht përfitojnë përjashtime tatimore, baza tatimore ngushtohet edhe më tej, duke rritur pabarazin dhe duke ulur efikasitetin fiskal. Dhoma amerikane kërkon rishikimin e plotë të projektligjit duke hartuar politika fiskale që nxisin formalizimin, garantojnë konkurrencë të drejtë dhe forcojnë integritetin e administratës tatimore. Kjo ishte gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirëpafshim.